Papa Francesku, udhëheqësi i 266 i Kishës Katolike Romake, ka ndëruar jetë në moshën 88 vjeçare. Ditët e tij të fundit u shënua nga një betejë me pneumonin, si kulmi i problemeve të tij me frymarrjen që e kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës. Edhe nga shtrati i spitalit, ai qëndroi lidhur me botën, duke u interesuar çdo ditë për familjen katolike në Gazën e Palestinës, duke u dhënë atyre fjalë mbështetjeje dhe solidariteti. Cosa avete mangiato oggi? Si papa i parë jezuit latinoamerikan dhe jo europian në më shumë se 1000 vjet, Francesku bën një zë i fuqishëm për të drejtat e njerëzit, duke folur në mbrojtje të marginalizuarve, të zhvendosurve dhe atyre të përfshirë në luftë. Papati i tij u përcaktua nga përpjekjet për paqe dhe drejtësi sociale, duke fituar admirimin e shumëkujt dhe her pas here duke ndezur polemika për shkak të pikpamjeve të tij të drejtë për drejta. Por përpara se të bëj Papa Francesku, kush ishte Jorge Mario Bergoglio dhe si arriti një jezuit nga Argjentina të ndryshojë Vatikanin, duke lënë pas vdekjes së tij një trashëgimi që do të jetë e vështirë të arrihet. I lindur më 17 dhjetor 1936 në Buenos Aires të Argjentinës, Bergoglio u rrit në një familje të klasës së mesme me prejardhje italiane. Si i ri humbi një pjesë të mushkërisë për shkak të një infeksioni të rënd, një sfidë shëndetësore që do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës. Fillimisht studioi kimi, por më pas hoqi dorë për t'u bashkuar urdhrit jezuit të Kishës Katolike, duke u bërë prift në vitin 1969 në moshën 32 vjeçare. Pavarësisht fillimit të tij të vonë, ngritja e Bergoglios ishte e shpejtë. Në vitin 1992 ai u emërua peshkop dhe në vitin 1998 u bë kryepeshkop i Buenos Airesit. Ai hodhi poshtë luksin, përdori transportin publik dhe e vuri gjendjen e vështirë të varfërve në qendër të misionit të tij. Predikimet e tij shpesh nxirrin në pa padrejtësitë sociale, duke i nxitur udhëheqësit politik dhe fetar të shërbenin të pambrojturve. Gjatë konklavës së vitit 2005, kur kardinalet katolik u takuan në Vatikan për të zgjedhur një pap të ri pas vdekjes së Papa Gjon Pali II, ai u pasi një kandidat i fortë për humbin ndaj Benediktit të 15. Kur Benedikti mori vendimin e paprecedent për të dhënë ndërheqje në vitin 2013, Bergoglio u zgjodh pap. Duke marrë emrin Francesku në nder të Shën Francesku të Azizit, ai dha një mesazh të qartë për përkushtimin e tij ndaj përullësisë, paqes dhe kujdesit për të varfrit. Që nga momenti që mori detyrën e papatit, ai tronditi Vatikanin duke hedhur poshtë rezidencën tradicionale papnore, shtyu përpara reformat, çrënjosi korrupsionin dhe u përball me historinë e gjatë të skandaleve të abuzimeve ndaj fëmijëve brenda kishës. Francesku nuk sfidoi vetëm kishën, ai sfidoi botën. Pak udhëheqës botror kanë qenë aq të zëshëm sa ai në denoncimin e luftës së Izraelit në Gaza, duke thënë se ajo përbënte një gjenocid. Ai bëri thirrje vazhdimisht për një armë pushim të menjëhershëm, duke quajtur atë jo luftë, por mizori. Në për zonat të tjera e konflikti, nga Ukraina në Sudan dhe nga Siria në Myanmar, ai bëri thirrje për paqe, kërkoi mbështetje ndërkombëtare për refugjatët dhe të zhvendosurit dhe dënoi fuqitë e huaja që ushqenin luftëra për përfitimin e tyre. Ai ishte një nga figurat e rralla botërore që denoncoi persekutimin e muslimanëve Rohingya, duke i quajtur ata vëllezërit dhe motrat tona. Si biri prindërve emigrant, Papa Francesku ishte një avokat i zëshëm për refugjatët, duke dënuar politikat e ashpra të emigracionit dhe keq trajtimin e azilkërkuesve. Ai kritikoi vazhdimisht masat e rrepta të presidentit të SBA-s Donald Trump ndaj emigrantëve, duke thënë se ata që ndërtojnë mure në venturave nuk janë të krishterë. Për te i Atlantikut, ai denoncoi disa qendra europiane të paraburgimit në Europë si kampe përqendrimi. Ai ishte gjithashtu papa i parë që e bëri ndryshimin e klimës një çështje kyçe gjatë udhëheqjes së tij, duke kërkuar veprime urgjente dhe duke mbajtur përgjegjës kombet e pasura për rolin e tyre në krizën klimatike. Një pap i shumë të parëve, Francesku lë pas një trashëgimi të avokatisë, reformës dhe dhemshurisë që është e pazëvendësueshme. Tani, ndërsa kisha hyrë në një epokë të re pa të, një pyetje e rëndësishme po lind. A do ta lejojë Vatikani që trashëgimia e qasjes jo konvencionale të Franceskut të vazhdojë? Apo do të kthehet në ditët e saj para Franceskut?